kur duam fillojmë një punë, shohim se çfarë, domethënë është më produktivja për këtë punë dhe çfarë është gjëja që dëmton këtë punë. Kur ne lidhim një kuror, pra kur lidhemi në një kuror, duhet dim se për shembull goca apo çuni kanë ca gjëra që i pëlqejnë më shumti, dhe ka ca gjëra që nuk i pëlqejnë. Ne tani në jetën tonë nuk duhet të jemi larg asaj që pëlqen dhe nuk duhet të jemi afër asaj që urren. Jo ta bëjmë të kundërtën, domethënë e dim që kjo i pëlqen po se bëjmë kurrë dhe e dim që këtë gjë e urren dhe e bëjmë vazhdimisht. Provokojmë. Sikur po provokojmë situatën. Pra ne duhet të jemi tek pjesa e çfarë i pëlqen më shumë të ta bëjmë më shumë dhe çfarë urren më shumë të sa të largohemi më shumë. Për këtë arsye tregohet se të parët tanë, sepse ne kur flasim për të parët tanë, bëhet fjalë për një periudhë kohore para 1400 vitesh, 1500 vitesh. Ka gjëra shumë interesante. Për shembull, martohet thot lidh kuror një vajzë dhe një djalë. Si tani çfarë thot? Thot, ne tani më do të jemi bashk në atë parë të martesës. Më trego çfarë urren që mos ta bëj kurrë. Më trego çfarë do më shumti që unë ta bëj vazhdimisht. Edhe ai thoshte për shembull 1 2 3. Po ti i thoshte ky, çfarë nuk pëlqen më shumti? Çfarë urren më shumti? 1 2 3. Çfarë ke qejf më shumti? 1 2 3. Pra, do të thënë një lloj solidariteti, një lloj kuptimi i vërtet për këtë kurorëzim, për ta ruajtur marrëdhënien. Po, s'ka